Miq prizmës. Shqipëria ka dalë në një nivel tjetër të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ka dalë në momentin kur duhet të mbyll të gjitha ato që quhen kapitujt negociatave. Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të plotësojnë mira letra, mira kushte, mira element të cilat pastaj edhe gjatë rrugës shtohen nga Bashkimi Evropian në mënyrë tragjike. Bashkimi Evropian me integrimin e Ballkanit Perëndimor du ta themi qartë tall bythën, sepse gjithmonë e ka tallur në mënyrë të tillë, pavarësisht fjalëve të bukura dhe të mira, dhe pavarësisht debateve që bëjnë pastaj shtetet Bashkimin Evropian si Shqipëria, gjithë shqiptarët, përfshi edhe Kosovën, Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnia, Hercegovina. Janë rreth 20 milion njerëz të cilët Evropa i mban me fjalë. I ka problem të madh sepse ballkanësit janë krenarë dhe janë të pabindur dhe të gjithë vonesat edhe të gjithë zbrazën që po i bën këtyre trevave, të cilët janë evropiane, bile disa përpara se të jetë Evropa, e bën për një qëllim i cili sigurisht nuk është i ndershëm as i mirë. Zbrazin, largimin, sepse sigurisht të gjithë kur shkojnë atje, shqiptarët, maqedoncët, serbët, bosnjakët, malazesët integrohen si shtete ja, se nuk plotësojnë kushtet. Pastaj kushte pas kushtet vënohen, ndërkohë që Evropa ka mbi 23 milion jo evropian të cilat po i integron. Ka afrikanë veriorët, Egjiptin, Algjerin, Libin, Marokun. Ka edhe Afrikën qendrore, ka Gazën, palestinezët, ka sirianët, ka Afganistanës, ka Pakistanës, ka Bangladeshin, ka Filipinës, ka nga gjithë bota që nuk janë evropian. Po fjalët për integrimin zyrtar dhe politik ja bëjnë ballkancave perëndimor, Ballkanit perëndimor, 20 milion njerëzve. Edhe nuk ja bëjnë atyre që shkojnë, sepse sigurisht ata integrohen. Janë edhe më të gjatë dhe më të bukur se sa vetë evropianët. Absolutisht, Ballkani perëndimor është fizikisht edhe mendërisht fantastik, është kulturalisht si Evropa, integruar pa shkuar atje, të gjithë janë integruar. Mund të jenë tegër, mund të kenë problemet e dikushme, por ato vinë e shuhen dhe ata dihen që janë njerëz të integrueshëm. Sidomos për këto shtete që kanë met, por atyre vendosen kushte mas kushte dhe ekziston në Evropë mendimi fiks që ata nuk duhen integruar. Ekziston në Francë, ekziston në Holandë, në Gjermani, ekzistojnë në vendet nordike, ekziston në Austri, ekzistojnë kudo. Ka njerëz që nuk i duan në Evropë, nuk i duan në mirë se janë euroskeptik, po janë kundra ballkancëve. Tashti ku është problemi? Cili është problemi vërtet që integrohen afrikan? Ka dhe probleme të mëdha janë kulturalisht jo kompatibël, kanë probleme të mëdha integrimi, por që kanë nevojë Evropa dhe për punë. Ashtu si kundër ka dhe për Ballkanin, ku është problemi që vonohen? Vonohen sepse është një strategji zhvillimi. Vonohen sepse duhet të zbrazen, dhe sa më tepër të zbrazen, aq më gati bëhen për integrim. Pra, pretendohet që ata të vinë, ndërkohë që vonohen, duhet të marrin çantat, roça poça dhe çarkan, pjesa kryesore e rinisë, mundësisht meten vetëm pleqt në Ballkan, dhe të kthehen pastaj në platforma ose plas d'arma, komandimi dhe rregullimi politik dhe strategjik për Evropën. Ndërkohë që fuqia punojëse, intelektuale, fuqia fizike, t'i shkojë Evropës në shërbim të saj. Ky është qëllimi. Dhe nuk është se është një qëllim i ndershëm, as nuk është se është një qëllim integrues. Ka të bëjë vetëm me shërbimin që ti duhet ju bësh evropianëve tash, jo vetëm të plakur, po që po humbin betejat me superfuqitë e botës. Evropa po humb betejat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po humb betejën me Kinën, ka humbur betejën me rusët, është në varësi, prap po tentojnë që të bëhen në varësi me rusët. Po humbin beteja me vendet e zhvilluara të Azisë, me shtete, e kanë humbur betejat me Japoninë, me Korenë e Jugut, po humbin edhe me vendet të zhvillim.
e kanë vënuar Turqi, ndërkohë që pa e humbin betejën edhe me Turqi, sepse Turqia pak nevojë ka për Evropë. Thjesht e le politikisht dhe strategjikisht për të thënë që jo, edhe ne kemi dëshirë, po jo se ka shumë nevojë që të integrohet në Evropë, sepse e di që ka për të hequr zite ullit dhe marrëzirat që ka Evropa. Pra, ideja është që po integrohen të gjithë ata që shkojnë në Evropë, po jo shtetet që duhet janë kulturalisht Evropë, kanë qenë përpara se të jenë shumë shtetet e Evropës në Evropë, kulturalisht ato janë trashëgimtarë të Athinës edhe të Romës, pra janë përpara Evropës. Janë shtete ilirike, janë shtete që kanë një trashëgimi fantastike. Sigurisht kanë histori tre perandorish të mëdha, perandorish kulturës greke, athiniote në përgjithësi, një perandori të madhe si ajo e Romës, pastaj Romës lindore, Bizant dhe njëkohësisht edhe perandorisë Osmane. Janë kulturalisht krejtësisht autokton edhe të vendosur për ta ruajtur ato trashëgimi, kanë fantastike. Kur shkojnë bëjnë vizitat e tyre, turizmin e tyre evropian, mahniten nga kjo lloj. Por burokracitë e Brukselit edhe të shteteve të veçanta i kanë problem, sepse sigurisht në Ballkan kanë lindur gjithë kontradiktat e dikushme për të plasur dhe luftat botërore. Janë bërë sebeb. Bile dhe këtu po flasim në Shkodër mund të kishte lindur lufta e parë botërore. U detyruan që të shesin Kosovën, u detyruan të bëjnë marrëveshje kriminale në kurriz të shqiptarëve, që pastaj të realizoheshin në 28 km2, kur i smuri Bosforit po binte, i cili që në vitin 1880 luftonte kundër shqiptarëve për të lëshuar malazezëve, plavën Gucin, nëse na lëshoi edhe Ulqinin. Pra, Evropa ka problemet e mëdha me Ballkanin, sidomos me Ballkanin perëndimor. Tani strategjikisht është që t'i vonoj, ish mbledhur pak rrypi me Ukrainën edhe me element që i kanë ndodhur, por prap ata janë të bindur dhe janë krejtësisht qartë që duhet të fusin Ukrainën përpara. Ka 5 milion ukrainash, bile kanë shkuar 6 milion tash. Edhe janë drejt 10 milionshit që po dalin në Evropë, i mbajnë me para, paguajnë edhe ata bëjnë qef. Po bëjnë qef, unë nuk them se bëjnë qef, por paguajnë, marrë. Pastaj bëjnë edhe pushime. Nuk është gjithë Ukraina në luftë. Pjesa më e madhe dërmuese nuk është në luftë. Në këtë drejtim, ajo që duket qartë është e gjithë vonesa për të plotësuar kushte ka një ide. Sepse sigurisht i kanë marrë pa kushte Rumaninë e Bullgarinë në mënyrë tragjike. Ka një ide, zbrazjen e Ballkanit. Ata do mërziten, do lodhen, do kuptojnë që do të vënohen, kur nuk do të pranohen, dhe ideja është që do të pranohen atëherë kur janë zbrazur. Do iki pjesa kryesore, pa e përsëris edhe një herë sepse është kriminale ta mendosh. Do ikin edhe nga Serbia, do t'ikin pavarësisht se serbët janë më konservatorët në këtë pikë. Po nga Bosnia kanë përtikur dhe kanë ikur një sasi impresionante njerëzit. Shqiptarë kanë ikur një sasi impresionante, janë më të padurueshmit. Janë edhe ata që nuk nështrohen punës tyre në tokën e tyre, serbët edhe nështrohen, sepse kanë drejt të nështrohen se ruajnë tokën e tyre. Shqiptarët jo, e lejnë tokën e tyre, shkojnë punojnë grekut ose italianit. Është e jashtëzakonshme kjo punë, por presin që t'ikin shterrohet, si Shqipëria dhe Kosova. Vono. Vend kushte, sjeni për këtë, s'bënja këtu, s'pako këte, korupcioni këte, atu se s'kan korupcion vete, ata kanë shpik, korupcionin e kemi ne. Atu se s'kan marrëzirat e tyre të jashtëzakonshme, strategjikisht të kuptuara, merren gjithë ditën me element LGBTQ si probleme të mëdha, ja fusin dhe shqiptarëve si kushte themelore këtë, gjë që nuk kanë për të pranuar kurrë dhe s'kanë për të bërë kurrë, sepse në këtë pikë si jemi njësoj me Evropën, dhe pritet që pastaj të zbrazen, t'ikin marrë nga Maqedonia. Shqiptarët nga gjithë vendet ku banojnë, malasdesh pak janë edhe ata që mund t'ikin, pra të zbrazen. Dhe pastaj të thonë, hajde, nëse s'keni plotësuar kushte, bile t'ju vjen edhe kushte mbi kushte, të shpikin kushte tjera. Dhe sigurisht pastaj dalin edhe vendet tjera të përveçme, si në Franca ose Holanda, ose edhe Gjermania që fshihen, por në vërtet Gjermanët janë më keq se sa Franca dhe Holanda,
për të thënë që shiko se keni shumë kushte për të plotësuar. S'jeni mirë me korrupsionin, keni kështu, edhe kush i thot këto vendi që ka shkaktuar në 2 lufta botërore 100 milion të vdekur. Kjo është tash thu se i kanë shkaktuar shqiptarët. Gjermania me qytetërimin e madh të saj ka shkaktuar 100 milion të vdekur, më tepër se 100 milion të vdekur. Edhe i vë kushte Shqipërisë për korrupsion edhe për elemente të tilla. Një shtet i qytetëruar që djeg gjithë botën, se tash i ka fajin Shqipëria. Këta janë. Mirë, po kur ju flet kështu, ti je euroskeptik. Si me thënë, fakt euroskepticizmi imponohet prej këtyre. Vono. Se thotë Rama, si me thënë, shqiptarët e duan, po ti pyesësh shqiptarët tash nuk të flasin mirë për Evropën, as kërkush nuk flet mirë. 90% flasin keq. Se e din që vonojnë, se e din që e kanë me hile. Shqiptarët bile në kohën e sotme, shumica e tyre thotë ka thënë mirë pa të gjerë shfishta. Çfarë mund të them në këtë pikë? Në këtë pikë mund të them që destinacioni jonë është Evropa, sigurisht duhet të integrohemi. Por Evropa ka një qëllim tjetër, zbrazjen tonë. Dhe këtu pastaj shfrytëzon dhe opozita, ka fajin qeveria thotë se zbrazën. Çfarë fajit ka qeveria kur ka hap derën ai? S'mund të bëjnë qeveria. Qeveria ka sapet e saj, domethënë plotësimit të kushteve të saj, sepse qeveria ka pas edhe ai tjetri aty dhe i hodhi nerë gërdeca, nuk e di se çfarë bëri namin bëri. Po kupton, e pranuan me zor, do të hedhet nerë dhe shkatërrohet edhe herë vendi që të na marrin këta. Të filloj lufta edhe këtu, që të thonë pastaj do hy Ukraina para. Imagjinoni çfarë thotë Bundeskancelari. Të bëhet kandidat, do të bëhet vëzhgues. Ukraina do të marrë status më të mirë. Ukraina se sa vendet e Ballkanit perëndimor. E tmerrshme, e jashtëzakonshme. Gjermania është vendi më i pa princip në këto koncepte. Shef vetëm me sapet e veta ekonomike dhe financiare. S'janë të zotë punojnë më, ju ka ra edhe niveli jetesës, janë shkatruar fare me pranimin e miliona njerëzve, dhe të shihin nxjerrin i natin edhe vlerën e tyre, atë që është mbledhur me Ballkancit. Po kjo është Ballkancit perëndimor, jo gjithë Ballkancit. Se grekët edhe turqit nuk parapyesin, turqit i ka mrena aty, pa ato do bënte asgjë, kanë ndërtuar Gjermaninë ata. Po të tjerët kanë ndërtuar Gjermaninë, dhe kjo s'ka respekt. Në këtë pikë jam duke thënë që kjo është strategji. Edhe nuk e di deri ku është e Brukselit, e burokracisë të Brukselit. Janë disa që kanë dëshira shumë të mira, ne po themi për vendin tonë, dëshirat e fjala 2 vende që kemi pas miqësitë dhe afërsitë, bile dhe konfliktet, Italia dhe Greqia janë që ne të integrohemi. Ata nuk na duan pa integruar. Po këtë s'mund ta themi për Gjermaninë edhe për Francën, as për Holandën, edhe as për nevën tjetër. Absolutisht jo. Janë për të vonuar sa të mundën dhe mos pranuar kurrë. Po të shtosh pastaj sepse janë një pjesë e tyre që janë islamofob, edhe pse bëjnë si islamist, sillen si përkrahas islamit. Ai nuk është islam, fakt është një shkatërim i islamit. Islami bëhet në vendet që është islami. Ashtu si bëjnë ata në perëndim, as kërkush nuk do t'i lindë befjala në Egjipt ose në Siri, ose do t'i shkrinin. Ashtu si bëjnë ata, çfarë kërkojnë ata, as kërkush nuk do t'i lejonte. As në Libi, as në Marok, as kërkon. Nuk do t'i lejonin të bënin ashtu. Por këto janë strategjitë e Evropës. Kështu është Evropa, këtë lloj fytyre ka dhe këtë lloj ynyre, këtë lloj strategjie zhvillimi të pandershme dhe pa skrupuj, shpeshherë e turpshme. Duan ta zbrazin, Ballkanin duan ta zbrasin, nga 20 sa milion që kanë qenë ta kthejnë në 10 milion. Dhe këto ta quajnë integrim. I kemi gjysma në Evropë, janë të integruar, ashtu që i kanë me pleqen dhe e mbushim edhe me çat tjerë. Krijojmë situata të tilla për të mbushur dhe ja ku integruar. Po për t'i vonuar do t'i vonojmë. Do t'i vonojmë gjithë, absolutisht do t'i vonojmë në mos paçin mendjen e keqe që nuk e thon, për të mos i integruar kurrë, jo me kuptimin integruar, por mos i marr kurrë në klubin e tyre, i cili është klub jashtëzakonisht rrufjan dhe i pa drejt në shumë raste. Ka njerëz të mirë, me dëshira shumë të mira, sidomos ata që janë lindor ose që kanë qenë në Jugosllavi ose që e dinë këtë punë. Po ka edhe për atyre që kanë me hile, me shumë hile. Dakord miqtë mi?
Këtë desha të shpjegoj.